Vëllezër të dashur, nuk du të mbaroj këtë temë pa mos me përmend një ngjarje për Zvicrës. A gje kom qenë 4 vjetë e gjysmë më ba. Një vajzë studente, zvicrane, ajo ka lexuar shumë për Islamin, brenda një vjetit. A ju besohet që temën e maturës, e dini çka e ka zgjedhur? Ekonomi, politik, ose diçka tjetër. Do të çuditeni se unë nuk e di, ndoshta do kush për ju e din. Temën e maturës e ka zgjedhur agjërimi praktik në Ramazan. Vajza zvicrane, që ka lindur për di prindërve katolik, në mezin e katolikve, mrenda një vjetit e ka studiu Islamin, edhe tash ka shpreh dëshirën që tema e maturës të jese Ramazani, agjërimin praktik në Ramazan. Çka bën kjo vajzë? Kërkon nëpërmjet internetit një familje muslimane që do ta pranojë që ajo të jetojë në mezin e tij të shohë si është Ramazani të një shtëpi muslimane. Allahu i madh. Kush kërkon i jep Allahu. Edhe hidajetin që ta kërkojsh ta jep Allahu. Si mos e kërkojsh do jesh ashtu si jemi. Pra ajo e gjen një familje prej Algjirit, 50 vjet në Zvicër. Muslimane komplet Islam. Burë, grua dhe një vajzë 14 vjeçare. Kontaktojnë, thot, me dur hapër dhe me zemër hapër të pranojmë. Kushtet i ka pasur. Natën e parë të Ramazanit, ajo gjendet në mezin e asaj familjes. Gjendet në mezin e asaj familjes. Gja normale, esselamu alaikum, wa alaikum selam, wa rahmetullahi, inshallah, do të bëhesh bereqet li për neve. Dhe natën e parë e hap fletaren dhe fillon të shkroje me Bismillahirrahmanirrahim temën e maturës. E falin akshamin, e falin yatsin, e falin salat el vitrin, e falin taravejn, edhe bëjnë zikër Allahu xhaleshon. Kjo ene falet edhe agjinon edhe këtë shkron. Deri kur? Deri në natën e Bajramit. Në natën e Bajramit e mbill fletaren, të tema e maturës mbaroi. Ju drejtohet të dive, burit dhe gruas. Sonte pëndahemi. Çka është ai pagese jeme që i kam flet ke juve një muj dit dhe kam gran iftar dhe sifir. Allahu Ekber. I nderuar i vlla, me një 5 dinar që jepte në une, mos mendojmë se kemi mbraj dhuratën asaj vajzës. Ajo zvicrane, ma një men. Buri i thot, pagesa është që ta luti Allahun xhaleshanuhu të thozojë në Islam. Asaj për kull lutë. Thot, o vlla, në Islam. Prej ditës që kam ardhur të juve, një ditë para Ramazanit, kam bën banjo, jam lam pastrim fetar, gusel kam marrë. Dhe kam thënë ndërmjet mua dhe Allahut, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Këtë të ibadetet që ka i kemi bërë Ramazan, nuk i kam bërë si katolike, po i kam bërë si muslimane. I kam bërë si muslimane, elhamdulillah, fillojnë të qajnë të ditë edhe burje dhe gruja. La ilaha illallah. Buri thot, edhe di dëshira kemi. Nesër në sellën e Bajramit të në shoqërohesh të hajmë bashkë, edhe të jemi në kontakt të sipër. Kemi kontakt të sipër. Unë do të lutja juve për cilni këto fjalët grave tuja të shpijen. Thoni, nuk bëjt fjalë për një vajzë muslimane, që ka linë prej di prindëve musliman, që ka linë mezin e muslimanve, që ka linë në Reqic, po bëjt fjalë për një zvicrane, di prind katolik, dhe ka jetuar në mezin e katolikve. Për cilni këto fjalë? Për cilni fjalët të grave tona, të motrat tona, vaj grave tuja?
Mas 4-5 vjetëve, kjo ka na shoqëruar me një shqiptare prej treveve tona, në shkollën 8 vjeçare. Po ja që fati ka desht që kjo të studiojë diçka tjetër, ajo të studiojë diçka tjetër. Me një shopping, me një vetë shërbim, a nuk takohen mas 4-5 vjetëve? Këta të dhije që ditë njëna me tjetërën. Edhe këto për cilë një grave të ujet e shpia. Vajza katolike që e ka pranu islamin, kër e shef vajzën shqiptare muslimani, thot Esselamu Aleikum. Ajo ja këthen grose në të përshëndetjen e katolikve, të thomi zvistrane. Shif vlazit të dashur, vajza katolike, vajza muslimane që e ka pranu islamin, i thot Selamu Aleikum, ajo nuk i thot wa Aleikum Selam, po i thot grose. La ilaha illa. Tash kjo çuditet se ajo ja kthen grëçe, a kjo çuditet, kjo ka qenë katolike, e ka pranu islamin, thot Selam Aleikum. Çudia tjetër çka? Ajo e mblume. Kjo jo e mblume. Kjo çuditet me këtë, që apo di prindëve musliman, unë sa më qenë muslimane e kam pranu islamin komplet, se islami ja pranohet kret, ja lihet kret. Gjisëm s'ka musliman, qerek s'ka musliman. Unë i shoh se gratë tona në për sallona që shkojmë ha miftare, po agjenona ma pashami, pa mbulesën islame, o burë. Pashallah në përgjithësi kje. Përgjithësia është aqe madhe sa që mund tjese edhe mpitje Ramazani jonë, agjërimi jonë. Sjellë shumë, u bën gjaki shqiptarit për psikolla. Pashallah, i kështu nuk duhet me vepru. Pra, vajza i thët shqiptarja, për si u bën, ta mrenda 5 vjetë, mrenda 1 vjetëve, unë e studiova islamin, 3 gjëra i kuptova për islamin. E para, e mësova islamin, e përjetova bukurin islame, dhe njëkohësisht e shijova ëmbëlsinë islame. Ne, për të thonë se jemi musliman, të të gjoja dojtë mi pasë. A i ki pranu islamin me dituri, a i ki përjetu bukurin islame, a i ki shiju ëmbëlsinë islame, nëse këto 3 gjoja i ki, pashallahun të i musliman, mund t'i thosh vete si i musliman, por edhe kur dalësh për jashtë, t'i thosh dikujt, unë jam musliman me 3 sharte, me 3 sharte. Pra, brenda 3 mujve, vëllezër të dashur, brenda 1 vjetit, e mësova islamin, e përjetova bukurin islame, e shijova ëmbëlsinë islame, edhe unë jam tash muslimane. Por ti, prindit i kanë thënë, tash ka i thët, kjo vajza muslimane zvicrane. Kam frikë që nesër në botën tjetër do të dalë dëshmitar. Allah i do të thosë tëj, shefi kjo vajzë ka qenë katolike, pe di prindve katolik, ka jetu në mezin e katolikve, e ka pranu islamin, tëj që mbete jo në islam, si do përgjigjesh o vllai dashur. Dhe kjo vajzë na tregon më në fund, kur e ka dërzu temën e maturës, kur e kanë pa profesorët se çfarë temet bukur, që e ka thur bukur, pashallah u ka shtit trunin lëvizje, sa të ndmençur o shpirt. A e pranon një gjë që është e mirë e ëmbël. O vllai dashur, nuk jemi musliman pse kemi lind musliman. Jo pashallah. Dhe mos thoj se unë e kam dije islame. Jo. Kam qenë 5 ditë ata në Kosovë. Kosovën tonë që e du mi shumë. Por ku kam dalë në për qytetet, se kam hetë shumë qytete, vallaj dhimje kam pasur se s'kishte atmosferë islami, s'kishte atmosferë Ramazani, në divarime kam marrë pjesë, a besoni se 10 vetë i kemi falë gjenazet, 100 vetë kanë qenë për jashta. Pa ajo që më tremi ma shumë, vorezat 6.000 evra një vorë, 7.000 evra një vorë, nuk mjafton 2 ton dhe për sipër, edhe mermer për kiti. Allahu Ekber, pashallah më kom bërë dua ku kam shku, o Zot, u dhëzoj Kosovën, a si të dhëzojt Kosova, atër s'ka mundëse asë një armik t'i bere. Pra, edhe profesorët janë mahnitur me temën që i ka përgatitur, po inshallah do të mbere telefon dhe më those, di profesorët që i kam pas më të afer, edhe ata i kam përnu islamin.